Në ambientet e Kuvendit të Shqipërisë u zhvillua ceremonia për 100 vjetorin e themelimit të kontrollit të lartë të shtetit. Kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali e cilësoi KLSH-n një partner të rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit dhe për shpejtimin e integrimit evropian, ndërsa njoftoi krijimin e një drejtorie të posaçme që do të shërbejë për bashkëpunimin më të mirë mes dy institucioneve. Kontrolli i lartë i shtetit ka treguar angazhim për thellimin e këtij bashkëpunimi, duke marrë hapa konkret përfshirë krijimin e një drejtorie të posaçme të dedikuar për komunikimin me Kuvendin, trajtimi i raporteve dhe ndjekja e rekomandimeve të bëhen në mënyrë më efikase e më të strukturuar. Ky është një zhvillim që duhet përshëndetur dhe inkurajuar, pasi po rrit cilësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional, forcon kontrollin demokratik mbi administratën publike dhe përmirëson kulturën e llogaridhënies në të gjitha nivelet e qeverisjes. Në këtë aktivitet morën pjesë dhe përfaqësues ndërkombëtar. Ambasadori i Delegacionit të Bashkimit Evropian të Tiranës, Silvio Gonzato, theksoi nevojën për kontroll të rrep të fondeve publike, përfshirë ato që vijnë nga BE-ja. Legjislacioni i BE-s kërkon që institucionet si KLSH të jenë të pavarura dhe të pajisura me burimet dhe mandatin e duhur për të ushtruar kontroll mbi të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet e fondeve publike, përfshirë ato të Bashkimit Evropian dhe të donatorëve të tjerë. Çfarë do ndryshime që do të bëhen, duhet të jenë në përputhje të plotë me kërkesat e legjislacionit dhe standardeve të BE-s. Ndërsa kreu i kontrollit të lartë të shtetit, Arben Shehu, theksoi përkushtimin për të rritur efikasitetin e institucionit në zbatim të standardeve europiane dhe në funksion të interesit publik. Kontrolli i lartë i shtetit do të qëndrojë besnik ndaj misionit të tij kushtetues, në sinkron me interesin e shtetit dhe në thelb me interesin e çdo shqiptari. Ne do të vazhdojmë të mbrojmë interesin publik dhe të çdo shtetasi shqiptar me përkushtim ndaj parimeve të shtetit, të drejtës dhe të mirëqeverisjes. Jam i bindur se rruga jone e përbashkët do të vijojë me bashkëpunim të qëndrueshëm, shkëmbim të ndërsjellët dhe mbështetje reciproke për të ndërtuar institucione më të forta dhe administratë njëkohësisht më të përgjegjshme. Sipas pranishmëve, ceremonia e 100 vjetorit shërben dhe si një moment reflektimi për sfidat dhe përgjegjësitë që e presin në të ardhmen institucionin e kontrollit të lartë të shtetit.